një vetën fajtor për të bërë penale apo nuk e një vetën? Absolutisht jo. Se si e kishte përdorur flamurin kombëtar dhe plisin shqiptar. Ngjarja është absolutisht diçka sikur unë po e dëgjoj për herë parë që s'ka ndodhur absolutisht mes meje dhe aty. Profesori i anglishtës Mohamed Hajredinaj ka dalë para trupit gjykues në gjykatën themelore të Prishtinës, saktësisht në departamentin special. Profesori Hajredinaj akuzohej se në 27 nëntor 2024 ka hedhur në mbetëri plisin dhe flamurin kombëtar shqiptar gjatë mbajtjes së orës së anglishtës në klasën e 6-4 në shkollën Xhemal Mustafa në Prishtinë. Ka ngritë atë akuzë kundër pandehurit Mohamed Hajredinaj me dhënat e cepra në proces verbal, sepse me datë 27/11/2024, rreth orës 8, në objektin e shkollës fillore të mesme të ulë Xhemal Mustafa në Prishtinë, i pandehuri duke vepruar në cilësinë zyrtare si arsimtari gjuhës angleze, me qëllim të nxitjes së urrëties, përçarjes dhe mosdurimit midis grupeve kombëtare, etnike dhe fetare në Kosovë, ka ndërmarrë veprime konkrete në atë mënyrë që sapo ka hyrë në klasën e 6-4 dhe i përballur me pamjen dhe simbolet kombëtare shqiptare që nxënësit kishin veshur me rastin e fesës së flamurit kombëtar shqiptar, i pandehuri për shkak të bindjeve të tij fetare, të cilat i ka shprehur edhe më parë në pranitë të nxënësve, ka marrë flamurin kuqezi dhe plisin dhe përkundër kundërshtimeve të nxënësve i ka hedhur në shportën e mbeturinave, si dhe ka larguar nga ora mësimore një nxënëse, e cila mbante këto simbole kombëtare me qëllim të pjesëmarrjes në programin festiv të organizuar nga shkolla për ditën e flamurit. Çka me këto veprime të kryera, publikisht ka nxitur urrëtie dhe mosdorim ndërmjet grupeve kombëtare, etnike dhe vetare. Me këtë edhe ka kryer veprën penale nxitja përçarjes dhe mosdurimit nga neni 141 paragrafi 4 lidhur me paragrafin 3 të Kodit penal Kosovë. Asoj që a një vetën fajtor për të bërë penale apo nuk e një vetën? Absolutisht jo. Nuk e një vetën fajtor. Mirë, nuk është falënderit. Procedura vazhdon në fjalën hyrëse të kohë. Prokurori shtetit në fjalën hyrëse të prokuror. I pandehuri nga provat që do të administrohen sot para jush dhe gjatë këtij shqyrtimi gjyqësor, do të vërtetohet se ka kryer veprën penale, gjendja faktike e përshkruar në dispozitivin e kësaj akuse do të provohet plotësisht pas administrimit të plot të provave personale dhe atyre materiale, në veçanti nga dëshmia e dëshmitarëve Fatos Berisha dhe Margareta Shahini, e pashtu edhe nga vetë deklarimi i pandehurit, i cili sikurse në polici, pashtu edhe në prokurorin speciale, e në prezencën e mbrojtësit të tij, ka pranuar në tërësi ndërmarrjen e veprimeve inkriminuese siç janë përshkruar në dispozitivin e kësaj akuse, për të cilat edhe ka shprehur keqardhje dhe ka kërkuar falje. Se i pandehuri e ka kryer veprën penale për të cilën akuzohet se si e kishte përdorur flamurin kombëtar dhe plisin shqiptar kur po festohen nga gjithë populli shqiptar kjo festë. Veprime këto të cilat i kishte bërë për shkak të pikpamjes të tija fetare dhe që këto simbole kombëtare kishte hedhur në shportën e mbeturinave, se i pandehuri ka ndërmarrë veprimet inkriminuese, do të argumentohen edhe nga raporti i ekzaminimit të telefonit të tij, ku janë gjetur materiale të shumta me përmbajtje fetare islame dhe ato vetëm në gjuhën arabe e disa edhe në gjuhën angleze, por asnjë në gjuhën shqipe. Në këtë shqyrtim gjyqësor, do të vërtetohet se nuk ka pas as pak qëllim që të përdosen simbole kombëtare. Mes edhe prokuroria, qoftë në provat e veta materiale, qoftë në ato personale, nuk ka arritur të dëshmojë një gjë të tillë. I akuzuari në këtë rast ime për 19 vite ka punuar në shkollën e njëjtë. Asnjëherë nuk ka qenë pjesë e ndonjë procesi disiplinor, ka qenë shembull në punë i rregullt, i disiplinuar dhe ka respektuar të gjithë pa dallim. I njëjti nuk ka kërkuar asgjë më tepër se sa të respektohet disiplina në klasë, mbahet veshja e uniformës së shkollës e cila është e zakonshme, me që ora 8 po fillon ora e parë. Dhe në asnjë deklarim të tij të vetëm nuk ka thënë që të ndalohet festimi i festës kombëtare e cila ka qenë ora 12.
Pas kërkesës për rend dhe disiplin, situata në klasë ka dalë jashtë kontrollit. A pajtohesh, ngritur kompjuter. A pajtohesh me deklarimin e avokatit edhe ati më shumë diçka tjetër? Plotësisht, normal që kanë detaje shumë të aktuale, ndoshta si disa lejo. Pajtohet plotësisht me deklarimin e bursit. Nëse ki diçka shkurtimisht më shumë, nuk ka problem. Përgjithshme, po përmend ngjarja është absolutisht diçka sikur unë po e dëgjoj për herë të parë që ska ndodhur absolutisht në besmije dhe aty. Ngjarja që e dëgjoj krejtësisht e organizuar, po sigur po e dëgjoj për herë të parë në natyrë. Kjo është prezantuar çysh është paraqitur nga prokurori. Në natyrë se si është paraqitur nga prokurori në akuzë.